aksioneve të aeroportit Vlorës. Pastaj zoti Vasil Lupo, e ka ky Luko, diçka e tillë, se se mbaj mend emrin fiks, ka pasur para nisjes punimeve, Valon, se thash, Valon Luko? Po. Ka pas para nisjes punimeve 2% të kuotave dhe në mes këtyre Valon Ademi. Ademi? Po. Nëse mos e ka gabim Ademi, po nëse. Ka pas 2% të kuotave dhe ka qenë një kompani turke kryesisht që ka shërbyer për të marrë për shkak të eksperiencës apo profilit të saj është shërbyer për të marrë punën, si thuash, ose në dorëzim kredencialet. Vetëm ndryrë, ndjes. Po, situata ka qenë kështu. Kur ka nisur koncesioni ka qenë 3 aksioner. Po, pra. 2%. Ka qenë Mabbo Konstruksion me 58% që është kompania e zotit Patsolli. Tani i themi me emra, mos i ngatrojmë njerëzit me kompani. Po, YDA Group, pra kompania turke me 40% dhe 2A Group që është kompania e zotit Valon Ademi. 28 kishte. 20, më thotë tu. 20, 58, po, 2%. Po, dhe 2% ka pasin 2A Group i zotit Valon Ademi. Valoni. YDA Group, kompania turke, pra është përfshirë në koncesion për shkak të përvojës së saj në ndërtimin dhe aeroportit me 40% aksioneve që të justifikojë konsorciumi. Po, patjetër mëse nuk mund të jepet çdo kur kalon një koncesion ose i tender, edhe një tender kur jepet apo i koncesion, kompania që do të hyjë për koncesion do të përmbushë kushtet për të marrë koncesionin apo tenderin, kështu që në këtë koncept këta e kanë marrë tenderin nëpërmjet kompanisë turke. Po. Me përfundimin e punimeve, se këtu ka mbaruar, këtu ka nisur konflikti, me përfundimin e hetimeve, po, kompania turke, e cila ka shërbyer vetëm për këtë pjesë, ka dalë nga aksionet. Po, nga ortakëria. Zoti Patsolli vazhdon të ishte me 58% dhe zoti Valon Ademi me 2%. Tani, me sa di unë ose informacionet janë që zoti Valon Ademi është bërë dhe 27% aksioner për shkak të shitjes së aksioneve nga kompania turke. Po, që do të ishte diku te 27, besoj se i ka marrë nga kompania turke sepse zoti Ademi pretendon se këta Patsolli me Ademin kanë rënë dakord që me nisjen e punimeve ky zotëria të mbaj borxhin bankar që është marrë një bank niveli 2, Banka Kombëtare Tregtare, BKT-ja, pra, 6 milionë euro. Që kryesisht kanë dhe atë është turke si bank, po, që kanë lidhen, 60.000, pra një shifër për 60 milionë euro dhe sipas dhe detyrimin, zoti Ademi pretendon se detyrimin për shlyerjen e kapitalit të bankës, pra që ka marrë që është marrë hua, e ka bërë zoti Ademi me nisjen dhe mbarimin e punimeve. Kështu që prandaj zoti Ademi pretendon, paktën ky kështu thuhet në konflikt, derisa të hapen kontratat, se s'po din tani, dikush pretendon. Po, s'është bërë publike akoma realisht kontrata dhe si janë shtuar detyrimet qendrën kombëtare të biznesit, kush figuron realisht pronari kotave. Nuk është bërë ajo, pra, po ka dy momente. Një moment është kur këta të dy e bëjnë bashkarisht dhe publikojnë të qendra QKB-ja, pra Qendra Kombëtare e Biznesit, dhe momenti i parë është kur këta të dy e bëjnë kontratë notariale ku ndahen kuotat. Te kontrata e parë, që është notariale ku pretendohet, pra pa kaluar në QKB, zoti Ademi pretendon se kanë rënë dakord për këtë pjesë. Dhe zoti Ademi do të tregoj kontratën që kanë rënë dakord për kuotat që kanë kaluar ti për shkak të mbarvajtjes së punimeve që ka bërë në aeroport dhe shlyerjen e parave të bankës që është marrë hua. Kështu që në këtë koncept, zoti Ademi, pa parë kontratën, ne nuk e faktojmë dot që ka apo s'ka të drejtë apo cila parë ka të drejtë. Ama marrëdhënie kontraktuale që kanë midis njëri tjetrit, që janë marrëdhënie biznesi, zoti Patsolli tani pretendon mos ta njohë fare kontratën e zotit Ademi. Pra atë që e quan nul dhe thot që unë jam 98% aksioner i aeroportit Vlorës dhe këtu ka nisur konflikti. Po, këtu është momenti i mosmarrëveshjes. Po pra këtu është momenti, po tani kjo do të sqarohet sepse këta nuk kanë bërë zbardhjen. Kërkon që të njihet si aksioner ose si ortak me 47% aksioneve. Po. Jo, 47 i ka nga, po, 47. Po pra, e kërkon njën e 47% të aksioneve si pronare e aeroportit Vlorës, pra kompania 2 e zotit Valon Ademi. Nuk e, nese, ideja është që zoti Patsolli dhe zoti Ademi janë një konflikt në sensin kontraktual që këtë e sqaron shumë mirë kontrata që kanë pas ata. Ky është problemi duke. Po, duke, pra.
Sepse në problemin pastaj mas lidhjes konfliktit, zoti Ademi pretendon se zoti Pacolli përmes ka arritur që përmes, si thuash, një parave ose financimi që ka marrë për shkak të lidhjeve me para ruse ose Esakt. Pretendon që ky zotëri, me fjalë, Pacolli ta godasin për ta hequr nga kjo Pacolli kërkon ta godasi duke ja qytur nul kontratën zotit Ademi. Zoti Ademi kërkon të godasi Pacollin për shkak të rëndësisë kombëtare që ka një aeroport, kërkon ta godas duke treguar se financimi që ka ardhur për aeroportin rrezikon sigurinë kombëtare për shkak se parat që janë marrë janë para ruse. Ky është paradoksi total, që është edhe konflikti real në masht më të madh. Jo, ky s'është konflikti real, ky është konflikti që e kanë hedhë me xhelista. Konflikti real është tjetër gjë. Konflikti real të nga pikpamja strategjisë, jo nga pikpamja interesit. Po. Kështu që kjo është procedura, jo materia. Po, fiks. Unë besoj se kjo gjë sqarohet fare mirë me kontratën që kanë notariale përpara notarit, se si kanë rënë dakord pagjat, për shkak se edhe investimi. Ka edhe një gjë tjetër. Kur Pacolli shkon në Ramës, ka edhe një gjë tjetër. Shteti mund të ndërhyjë në rastin kur nuk zgjidhet konflikti midis tyre dyve. Ky është një vepër publike e cila nuk mund të bllokohet. Pra po flasim për 60 milionë euro, për injekci publike të aeroportit Vlorës, i cili pritet, me fjalë duhet mbaronte shumë shpejt. Shteti mund të ndërhyjë duke qytur njërës apo tjetrës palë investime dhe shteti hyj aksioner. Më kupton? E zgjidh ndryshe konfliktin. Pra thot sa ke harxuar ti, të njëjtë huaja, do ta shlyej brenda 10 viteve shumën e caktuar. Dhe pavarësisht se këta të tjerë tani nuk është, besoj se kjo mund zgjidhet nga shteti, por të dy personat që janë në konflikt me njëri tjetrin, besoj se kanë një konflikti nuk bëhet kush marrë aeroportin. Konflikti bëhet me mbas ndërtimit të aeroportit, pretendohet se kush janë fitimet. Sakt. Që Andre, unë mendoj. Pa nuk është problemi për të marrë lekët që ke hedh, problemi është për lekët që ke hedh të fitosh diçka, se kështu është marrëdhënie biznesi, nuk është marrëdhënie. Sakt, dhe ideja ashtu që kur ka nisur koncesione për të rikthyer dhe herë situatës, kanë qenë 3 aksionerët. Magbo, kompania e zotit Pacolli, YDA Group, kompania turke, dhe 2A Group, kompania e zotit Valon Ademi. Më pas, për shkak të shitjes së kuotave dhe pretendimit të blerjes nga të dyja palët. Regjia, në nisi që kondicionerin, please. Është bërë kjo ndarje me 2 kontrata notariale. Fillimisht YDA Group ja ka shitur aksionet Magpos për 4.200 euro, pra aksioni bëhet fjalë, pra njësia e një aksioni. Formalisht dhe po një ditë Magbo me 2A Group kanë lidhur një kontratë të re për ndarje aksiones mes tyre në raportin 53% për Magbo dhe 47% për 2A Group. Mirë, po këto kontrata nuk kanë regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit, sepse detyrimi ligjor është që kontratat midis 2 ortakëve regjistrohen në QKB dhe më pas po ashtu regjistrohet dhe pagesa e kotave. Patjetër. Që janë si kontribute për shoqërinë tregtare në mënyrë që të njihet, sepse ti realisht mund të bësh një kontratë në të cilin i ble kotat, por në momentin që ti nuk e emeton këtë kapital, mbas të shkrimit të aksioneve, kjo nuk merr vlerë, pra quhet absolutisht e pavlefshme. Pretendonin. Aksionet nuk janë bërë funksionale në QKB. Për të shmangur debatet publike dhe për shkak të nevojës se për çdo ndrim aksioneri duhet dhe leja e qeverisë shqiptare për shkak të interesit që ka kjo vepër. Pra nuk mjaftojnë vetëm kontratat, nevojitet dhe miratimi i qeverisë shqiptare në moment që bëhet ndarja e kapitaleve dhe në shkrimi i aksionit, më fal. Pra në shkrimi i këtij kapitali. Ky koncesion ka marrë thuhet një kredi 60 milionë euro nga BKT dhe ka përdorur dhe burimet e veta. Nga kredia e marrë nga BKT, kompania 2A Group ka tërhequr vetëm 25 milionë euro, ndërsa Magbo rreth 13 milionë. Ndërkohë që 2A Group ka investuar dhe shuma të veta më tepër se Magbo. Tani që aeroporti po shkon drejt përfundimit, debati është përqendruar midis 2 aksionerëve, pra 2A Grupit dhe Magbos, pra midis zotit Pacolli dhe zotit Ademi. 2A Grupi kërkon të njëjtë si 47% aksioner, duke pasur në dorë kontratën, por dhe gjithë dokumentet e investimit gjatë tyre 2 viteve.